Allahu Ekber, Allahu Ekber. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, salavat dhe selamet ja përcjellim profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, pasi që jemi duke jetuar në këto dita të begatshme, në këto dita të mëdhaja, ditat e sakrificës, ditat e adhurimit, për kujtimit të Allahut Gjelle Gjelaluhu dhe aktit përpjekës që me një lloj të adhurimit të cilën e kemi ritual të feston, na afrohemi me to të Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe padyshim se ato janë kurbanat në të cilët thejren në këto dita të mëdhaja që na vetëm gjendemi pra në këto ditat të cilët janë të therjes së Kurban Bajramit, ditës së therjes së madhe, ditës së sakrificës së madhe. E padyshim se ajo e cila është më e përshtatshme që na vazhdojmë në ligjeratat të cilët I kemi para namazit të xumos që të jenë të përkushtuara në temën e gjerë në të cilën jemi duke folur rreth saj, ajo është tregtia dhe shitblerja, për të cilën jemi duke u njoftuar se çka na lejohet dhe çka na ndalohet në kapitullin e tregtisë, e posaçërisht pra të atyre të cilët janë të ndaluara e që kemi folur pra në këtë pikë, edhe se është më e rëndësishmja që na në këtë ditë pra t'ja kushtojmë një temë të veçantë, të merremi pra me atë që ka të bëje po të njëjtën tematik, e është pra interesi mësimi dhe të I referohemi vendimit sheriatik mbi çështjen e shitjes së kurbanit, mbi shitjen e mishit të kurbanit. Çka dim në vendimin e shitjes së mishit të kurbanit, a lejohet shitja e mishit të kurbanit apo nuk lejohet? A lejohet shitja e kurbanit pasi që ti ta blen atë, pasi që ti ta bën nijet atë, dhe a lejohet shitja e pjesëve të kurbanit apo nuk lejohet? Si qëndron vendosmëria sheriatike në këtë pikë, padyshim se është nga plotësimi I kuptimit të fesë së Allahut Gjelle Gjelaluhu që besimtari të interesohet se çka I lejohet dhe çka nuk I lejohet, dhe çka I ndalohet atij në marrëdhëniet e tij gjatë shitblerjes së tij, dhe veçanërisht në gjatë adhurimit të tij, kur ai këtë adhurim ja përkushton Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dhe se këtu është pra tema që është shumë e rëndësishme që na sot shkurt të njoftohemi pra më këtë pikë, kur e dim se Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka lejuar shitblerjet e dobishme
e ata të cilët janë të ndërtuara në drejtësi dhe në qartësi, edhe i ka ndaluar ata të cilët janë të paqarta, që ka në to panjohuri e ka në to padrejtësi, dhe na vetëm jemi duke folur në ato të cilët janë të shitblerjes el gharar wal jahala, që ka në to paqartësi, ka pasiguri, ka panjohuri dhe ka në to padrejtësi. Pra e gjitha është se Islami është ai i cili neve na e jep atë më të bukurën, më të mirën dhe më të drejtën, që na shpjegon se na si musliman çka duhet të veprojmë e të kemi kujdesin ashtu siç Allahu xhelle xhelaluhu na tha në Kur'an: ja ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. O ju që keni besuar, mos hani pasurinë e juaj me padrejtësi. Mos e hani, mos e prishni pasurinë e juaj në mesin e juaj me padrejtësi. Ajo që duhet të interesohemi o vëllezër, pra vijon që të kemi një interes të shkurt që të plotësojmë pra në këtë tematikë se si qëndron çështja e shitjes së kurbanit, edhe a lejohet shitja e mishit të kurbanit, dhe a lejohet shitja e lëkurës së kurbanit, a lejohen pjesët që të shiten të kurbanit. Por derisa kurbani si kurban, tham që është një adhurim që bëhet ndaj Allahu xhelle xhelaluhu, i porositur, një ritual që duhet ai të çmohet dhe të ngrihet. E na jemi ende në këto ditët e ndritshme me të cilët në to ende therret kurban dhe der dhe gjaku. E besimtarët vazhdojnë që të jenë të angazhuar ende me shitblerjen e kurbanit, me therjen e tyre edhe me konsumimin e mishit të tij, e mu për atë pra vendimi duhet që të dihet nga muslimanët. Pikë pari, si qëndron shitja e kurbanit. Padyshim se në parimin bazë është e lejuar shitja e kurbanit, edhe kjo është nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të shitet kurbani edhe të blehet kurbani, mirë po përderisa nuk është përcaktuar. Edhe te përcaktimi, dietarët o vëllezër kanë cekur pra dy shpjegime. Edhe se si konsiderohet dhe kur i konsiderohet obligim që ai pas saj moshë kurbani i tij dhe ai nuk guxon pastaj që ta shet atë kurban apo ta ndron atë kurban. E para në ato të cilët janë shumica e dietarëve është në ato se sikur që ceku dhe Imam Nevawi rahimullah, pra mëdhëbit Shafi'i, të mëdhëbit Hambeli dhe Abu Dawud al-Dhahiri, ta është në atë pjesën se nëse e bën nijet dhe ai llafosën për blerjen e tij, atëherë kurbani pra ai përcaktohet dhe mo është kurbani i tij që ai është obligativ dhe ka përvetësuar atë kurban të tij. Prej kur e bën niyetin dhe e blen, mirë po a është i përvetësuar kurbani vetëm se e ka bërë nijet, apo duhet që ai ta blen atë kurban e ta përvetëson atë kurban që të llogaritet i tij. Pra te shumica e dietarëve është që ai duhet që të llafos me fjalët, ku tham atëherë që shitblerja që të jetë për shembull me fjalët dhe pranimit dhe dorëzimit. E kurbani pra përcaktohet kur ai ta blen kurbanin edhe ai e ka të tij. Jo me fjalën lajmëruese se unë do ta bleni kurban, po ende se ka blej, por kur ta blen kurbanin. Pra kur ai ta dorëzon mallin e tij dhe e merr kurbanin. Por te disa, pra te mëdhëbi Hanefi, sikur që tha Abu Hanifi dhe Imam Maliku, tha kurbani i tij përcaktohet prej kur e bën nijet që ky ta pret kurbanin. E ka bërë niyetin që ky ta therrë një kurbanin, ai është i përcaktuar dhe ka pastaj tha obligim që të therrë kurban. Edhe pse te mëdhëbi i Malikive është ndryshe që mbështeten mëdhëbi Maliki, ashtu sikur që cekën dietarët te to është tha kurbani i përvetësuar për to është atëherë kur ta therr. Por derisa ai nuk e therr, nuk i llogaritet pra kurbani i përvetësuar dhe i përcaktuar. Po ai moment që bismillah e therr kurbanin e tij, ai është kurbani i përvetësuar i tij. E pastaj pra në këtë pikë dietarët shkuan në ato se a lejohet të shet ai që e ka përvetësuar kurbanin e tij, a e ka të lejuar që ai ta shet,
Pra në këtë pikë pra e ndaluan shitjen e kurbanit apo ndryshimin e kurbanit me tjetër, përderisa e ka caktuar, edhe e ka përcaktuar, e ka përvetësuar ai, e ka bërë njetin e shitjes dhe e ka bletur ato që ai mo ta shet atë kurban. Kurse te mëdhëbi Hanefi dhe te disa dietar tjetër kanë folur se nëse dëshiron ta ndryshon me më të fortë dhe më të mirë, lejohet, por ajo që është në shumicën e dietarëve pasi që është përcaktuar, nuk lejohet pra shitja dhe ndrrimi apo shkëmbimi i kurbanit. Pastaj o vëllezër, pasi që të therrët ky kurban, si qëndron dispozita në çështjen e mishit të tij, a lejohet, edhe muslimanët janë të interesuar në këto dita, një pjesë e tyre pyetshin se a lejohet shitja e mishit të kurbanit. Çka ti bëj mishit të kurbanit? Mishi i kurbanit i vlefshëm për me ngrënë o vëllezër muslimanët dhe ta konsumojnë ato. Dhe gjithashtu pro, vendimi i shumicës së dietarëve thuaj se janë të ratë në dakord, sikur që Ibn Rushdi rahimullah e ceku dhe tha se kanë ratë dakord nga dietarët të cilët unë i njoh, se nuk lejohet shitja e mishit të kurban, e as që lejohet shitja e pjesëve të tyre. As lejohet shitja e mishit dhe nuk lejohet shitja e pjesëve të tjera të tyre. Por ka polemik te lëkura e kurbanit edhe te qimja e kurbanit. Këto kemi fol pak më herët, mirë po sa i përket çështjes së kurbanit, në ato të cilën janë pra shumica e dietarëve, përveç që bonin një dallim mëdhëbi e Ebu Hanifes, pra Ebu Hanife rahimullah, e lejoi pra me një pikë nëse të shitet lëkura e kurbanit, apo të shitet kurbani, apo të shitet një mish prej tij, nga ajo pasuri që është e nevojshme patjetër, amo me kusht që të jepet sadaka. Shitet mishi, të jepet sadaka. Gjithashtu pastaj edhe te mendimi i lëkurës. Dietarët shumica e tyre shkuan në ato se nuk lejohet shitja, kur tham se gjumhuri dietarëve, pra shefi i Hambeli, Maliki, në ato se nuk lejohet shitja e kurbanit dhe as pjesët e tij. Por nëse ndodh që lëkura të shitet dhe të jepet pastaj çmimi i saj, të jepet sadaka, e kanë lejuar shitjen dhe të jepet në to sadaka. Për atë pra mishi i kurbanit nuk lejohet që të shitet, edhe se duhet të ketë kujdes besimtari në çështjen e mishit të kurbanit, për shkak se është çështje e vlefshme. Përdorimi i saj a lejohet, padyshim përdorimi, haja e saj dhe mbajtja e saj, me argument që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Hani nga mishi i kurbanit edhe ushqeni ato të varfërit që janë në varfëri të fortë. Gjithashtu, vëllezër, e transmeton hadithin Imam Buhariu dhe Muslimi nga Aliu radiallahu anhu, i cili tha se më urdhënoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që unë të u përkujdesshëm për kurbanin e tij, të rrinë në kurbanat, edhe pastaj i tha: "Atasaddaqu bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha." Që të jap sadaka e të jepet lëmosh, e mos të shitet, pra me këtë e kuptojmë se nuk lejohet shitja, por tha isha kujdestar te kurbani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e ka lejuar tha te kurbanat të jepet sadaka, e të jepet sadaka gjithashtu dhe lëkura, edhe ajo e cila i kanë mbuluar përpara, i kanë mbuluar kurbanat me atë robën apo me atë paltën që ja kanë vendosur përmi kurbanave për të mbajtur apo për të heshuar, dhe ato nuk lejohet tha shitja e saj. Edhe na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Wa an la u'tiya al-jazzara minha." Dhe mos t'i jap as kasapit që e therr nga ajo si çmim. Të thuash ti të vesh të therrësh kurban, po kasapit me ja bërë atë shkëmbimin si pagesë me mishin e kurbanit. Edhe këto tha e ndaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por shumica e dietarëve janë në ato se nëse jepet hedije nga mishi i kurbanit, kasapi që e therr lejo.
por t'i jepet si çmim nuk lejo. Kasapi që vjen thersi i kurbanit që ta therr kurbanin, që ti t'i japish mish në shenjë pagese, ajo nuk i kanë lejuar shumica e dietarëve. Por nëse jepet hedije, sado që pa përcaktim, i jepet hedije nga mishi i kurbanit, jepet sadaka nga mishi i kurbanit, nuk është domethënë në këtë pikë problem. Gjithashtu pra meselja qëndron, si qëndron për atë fukaron në të cilën i jep ti kurban. Se mishin është pra prej islamit që të shpërndahet edhe mos të shitet, përveç nëse është raste të nevojës së shumë. Ebu Hanifi rahimullah ka lejuar nëse është për shembull për lëkurën, tha nëse shitet për të përdorur, gjithashtu për sadaka, për të përdorur për diçka, për sende të shtëpisë së tij, për ndonjë lëkurë, për ndonjë çantë, për ndonjë nevojë e cila është patjetër, për ndryshe ose dietarët kanë shkuar deri në ato se nëse ai që ka kurbanët, edhe ka kurbanin, për shembull disa kurbana, detyrohet ndoshta që të shet diçka prej tij për të ju bler, për të hongër e për të pirë që ta shet ndonjë kurban, në këtë kanë bërë polemik dhe kanë bërë lirim. Por si qëndron çështja tham, e përgjithshme është se mishi i kurbanit nuk lejohet që të shitet e as pra çështjet dhe pjesët e tij, në këto janë shumica e dietarëve. Në ato të cilën thamë e kanë lejuar që të shitet, por nëse shitet të jepet çmimi i saj përsëri sadaka. Të shitet lëkura, të shitet mishi, të shitet diçka nga pjesët e tij, për shembull koka ose diçka nga eshtrat, nëse shitet të jepet me kusht pra çmimi i saj përsëri të jepet sadaka. Dhe nga kjo gjithashtu, pra e kuptojmë se mundet që të jepet ndonjë shoqatës, për shembull, e cila është shoqatë bamirësie, që ato ndoshta e shet mishin, por e merr ato jep sadaka dhe i njeh për shembull fukarat. Në një zavendësim, në këtë pjesë pra kuptohet që mundet, por për ndryshe vetëm të shesësh dhe përfitim, në to pra tham është mendimi i shumicës e dietarëve që nuk lejohet shitja e mishit të kurbanit, e as lejohet shitja e pjesëve të kurbanit dhe nuk lejohet shitja e kurbanit pasi që ai të përcaktohet. Për arsye se si mund ta shet, kur është pyetur Imam Ahmedi rahimullah për shitjen e kurbanit dhe mishit të kurbanit, u përgjigj dhe tha subhanallahu, si mund ta shet atë apo diçka nga pjesët e tij të cilën ai e ka bërë mo për hir të Allahut xhel xhelaluhu. E ka bërë një jetë, e ka flijuar ato për Allahun xhel xhelaluhu. Ja ka dedikuar Allahut komplet e pastaj të përfiton pra prej pjesëve në shitje pra të shitblerjes së kurbanit në të cilët i caktojnë apo i takojnë pjesët të saj. Por ai fukaraja në të cilën e ka kurbanin o vëllezër, si qëndron dispozita e mishit të cilën ja jep fukaras atij të varfërit. A ka drejta ai ta shet mishin e kurbanit? Këtu dietarët janë pra në lejimin se ai ka drejta ta shet mishin e kurbanit. Ajo çka i përvetësohet atij. Ti që e ke therrur kurbanin, ti e jep mishin sadaka, ja jep atij tjetrit sadaka, por ky fukaraja i cili i vjen momenti ndoshta dhe nevoja për ta shitur, te ky nuk është dispozita e ndalesës. Ky që i ka mishin, që i ka dhuruar mishin, o ka drejta ta han, ose nevoja e shtin për ta shitur, për të jetuar, ka drejta ky që ta shet. Por këto të cilët e presin dhe e shpërndajnë, këto nuk lejohet pra që të shitet mishi i kurbanit, edhe pjesët e tij pra me polemikën me të cilën cekëm, në ato pjesët për të cilët tham se gjithashtu pra të lëkura polemika se lejohet të përdoret lëkura e kurbanit gjithashtu. Sikur që Ibn Omeri rahimullah e përdor të lëkurën e kurbanit, që në transmetim që e ka shitur lëkurën e lopës edhe pastaj e ka përdorur ato për bamirësi, ose e ka përdorur të përdoret për para, më herët i kanë përdorur për sexhaden, për të u falur, ose për diçka të dobishme, pa e shitur pra çmimin e marrjes së saj. E kjo është pra që besimtari duhet të ketë kujdes, edhe na mu këtu pra e lidhëm këtë temë që duhet, apo është që na të interesohemi dhe është e nevojshme për të interesuar në temën e gjerë në të cilën jemi duke diskutuar në shitblerjen dhe tregtinë, e veçanërisht në ato të cilët ka paqartësi, në ato të cilët jemi duke folur, pra duhet besimtar të jetë i qartë
kjo ishte tema që i përkat në shitjen e kurbanit, shitjen e mishit të kurbanit dhe shitjen e pjesëve të kurbanit, pra sa i përket mësimeve fetare të cilët na rrjedhin nga dietarët e mëdhenj. Lutim Allahun xhel xhelalu që Allahu xhel xhelalu ti pranon adhurimet nga ne dhe ti pranon kurbanat e therrur nga muslimanët. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.